Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 45 vjeçe dhe për vite me radhë kam jetuar një jetë të qetë, të thjeshtë, por të plotë, sepse kisha burrin tim pranë. Ishte shoku im i mirë, mbështetja më e madhe, njeriu me të cilin ndaja çdo ditë, çdo shqetësim, çdo gëzim, por një sëmundje e keqe na e mori shumë shpejt. Gjithçka ndryshoi dhe ndodhi brenda vetëm pak muajsh. Nga një njeri plot jetë, u shndërua në dikë që mezi e njihja nga dobësia. Dhe pastaj iku përfundimisht. Funerali kaloi si një mjegull, njerëz, ngushëllime, fjalë që nuk i mbaja mend. Vetëm një ndjenjë boshllëku që më gryente nga brenda. Shtëpia pa të ishte e padurueshme. Çdo gjë më kujtonte atë. Zëri i tij, rrobat, vendin ku ulej çdo mbrëmje. Nuk flija dot, nuk haja, vetëm rija dhe mendoja. Nuk mund të jetë e vërtet. Kaloi një javë dhe për mua dukej si një jetë e tërë. Një prej netëve nuk durova dot më. Më lindi një mendim që në fillim më trëmbi. Pastaj më pushtoi. Dua ta shoh edhe një herë, dua ta përqafoj. Nuk mendova gjatë, u vesha dhe dola. Ishte natë, qetësi, rrugët bosh. Zemra më rihte fort, por nuk u ndala. Shkova tek varrezat e sharës. Gjithçka ishte e heshtur, e rëndë, e ftohtë. Unë e dija ku ishte vari i tij. E gjeta shumë shpejt, u ula pranë dhe fillova të qaj. Vetëm një herë përshpërita. Pastaj bëra diçka që sot nuk e di se si e pata forcën ta bëj. Fillova të hap dheun, me duar, me thonjë, pa menduar. Vetëm me një qëllim, që të arria, ta prekja dhe ta ndjeja për herë të fundit. Kaluan minuta, ndoshta edhe më shumë. Në fund arrita, por ajo që pash më ngriu gjakun. Nuk ishte më ai, jo siç e mbaja mend. Nuk ishte burri im që doja të përqafoja. Ishte vetëm një realitet i ashpër. Një trup që koha dhe toka e kishin ndryshuar. Nuk mund ta pranoja, u tërhoqa me një herë. Zemra më rihte aq fort sa mendoja se do më dilte nga kraharori. Fillova të dridhem, të qaj me ngashërim. Në atë moment kuptova diçka që deri atëre nuk e kisha pranuar. Ai nuk ishte më aty. Nuk ishte më në formën që unë kërkoja, jo në atë mënyrën që unë e doja. Gjithçka që më kishte mbetur ishte kujtimi. U ula pranë varit, nuk kisha më forcë as për të qarë, as për të folur, vetëm qëndrova aty në heshtje. Ajo natë nuk mbaroi kurrë, edhe pse unë u largova. U largova fizikisht nga varrezat, por një pjesë e imja mbeti aty. Kur u ktheva në shtëpi, gjithçka dukej ndryshe. Jo sepse kishte ndryshuar diçka përreth, por sepse unë nuk isha më e njëjta. Nuk munda të fleja atë natë. Sa herë mbyllja syt më kthej ajo pamje. Ajo e vërtet që nuk doja ta shihja, por bashkë me të filluan të më vinin edhe kujtimet e tjera. Momentet të vogla, të qeshurat, bisedat e natës, gjërat e thjeshta që dikur i merja si të mirëqëna. Dhe për herë të parë nuk qava vetëm për humbjen, qava edhe për diçka që kishim jetuar. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Njerëzit mendonin se unë po filloja të përmirësohesha, sepse nuk qaja më aq shpesh. Nuk flisja më aq shumë për të. Por e vërteta ishte tjetër. Unë po e përjetoja ndryshe dhimbjen. Më thellë, më në heshtje. Një pasdite ndërsa po rregulloja disa gjëra të tij, gjeta një kuti të vogël që nuk e kisha parë më parë. Ishte e fshehur në një sirtar. E hapa me kujdes, brenda kishte disa letra, të shkruara me dorën e tij. Në fillim mendova se ishin gjëra të vjetra, pa shumë rëndësi, por kur fillova të lexoj, u ndala. Nuk ishin letra të zakonshme, ishin mendime, reflektime, gjithçka që nuk ma kishte thënë kurrë drejt për drejt. Në njërën prej tyre shkruante:
Nëse një ditë nuk doje më, dua që të dish që nuk dua të më kërkosh aty ku nuk jam. Dua të më mbash në zemër dhe kaq. Lotët më dolën vetë. Ato fjalë më goditën ndryshe pas asaj që kisha bërë. Si kur ai më kishte parë, si ta dinte që unë nuk do ta pranoja lehtë. Vazhdova të lexoj. Në një letër tjetër kishte diçka që nuk e prisja. Një emër, një vend dhe një fjali e shkurtër. Ka gjëra që nuk arrita t'i mbyll, ndoshta një ditë do duhet t'i zbulosh. U ndala e lexova disa herë sepse nuk e kuptoja. Çfarë gjërash? Çfarë nuk ishte mbyllur? Dhe pse duhet të më përfshinte mua? Ajo fjali më mbeti në mendje gjithë ditën, nuk ishte më vetëm dhimbja që më ndiqte, por edhe një kureshtje. Një ndjenjë që ndoshta historia ime me të nuk ishte përfunduar ende. Ajo fjali nuk më la të qetë. Ditët kaluam, por mendja më kthei gjithmonë tek ajo kuti, tek letrat, tek emri dhe ai vend që burri im më kishte shkruar me dorën e tij. Në fillim u përpoqja ta lija pas. Ishte thjesht një shënim, diçka pa rëndësi, i thash vetes. Por sa më shumë përpiqesha ta injoroja, aq më shumë më tërhiqte. Derisa një mëngjes, pa menduar shumë, mora vendimin të shkoja tek vendi që njihja, dhe nuk ishte larg. Një zonë pak jashtë qytetit, ku nuk isha qenë kurrë më parë. U nisa me një ndjesi të çuditshme në stomak, gjysmë frikë, gjysmë kureshtje. Nuk dija çfarë po kërkoja, as çfarë do gjeja, por diçka më shtynte përpara. Kur arrita ishte një vend i qetë, shumë i qetë, pak shtëpi të vjetra, rrugë të ngushta dhe një heshtje që të bënte të dëgjoje hapat e tu. Pyeta një grua të moshuar për emrin që kisha parë në letër. Ajo më pa për një moment sikur po përpiqej të kujtohej. Pastaj më tregoi një shtëpi në fund të rrugës. Shko atje. Zemra më rihte fort ndërsa afrohesha. Dera ishte mbyllur. U ndala për disa sekonda, pastaj trokita. Nuk mora përgjigje me një herë. Përballë meje ishte një burr rreth të 50-tave. Ai më pa me habi. Po kërkoj, fillova dhe u ndala. Nuk dija çfarë të thosha saktësisht. Ai më pa gjatë, pastaj sytë e tij ndryshuan. Unë jam gruaja e, i thash emrin e burrit tim. Ai uli kokën për një moment dhe më tha: "Eja brenda." U futa, shtëpia ishte e thjeshtë, por kishte diçka në ajër. Një ndjenjë që nuk e shpjegoja dot. U ulëm, heshtja zjati disa sekonda, pastaj ai foli. E dija që një ditë do vije do më takoje, sepse ai nuk i mbante gjërat brenda për gjithmonë, dikush duhet i mësonte. Fjalët e tij më bën edhe më kurioz, por në të njëjtën kohë të pasigurt. Çfarë gjërash, e pyeta? Ai nuk u përgjigj me një herë, u ngrit, shkoi në një dhomë tjetër dhe u kthye me një kuti, të ngjashme me atë që unë kisha gjetur në shtëpi. Ma vendosi përpara. Nuk jam unë ai që duhet t'i jap përgjigjet, por ndoshta këtu do gjesh disa prej tyre. E pash kutin, nuk e hapa me një herë dhe në atë moment kuptova diçka. Ajo që po ndiqja nuk ishte më vetëm dhimbja ime. Ishte një histori që burri im kishte lënë pas. Një pjesë e tij që unë nuk e kisha njohur kurrë, dhe tashmë ishte në duart e mia ta zbuloja. Mora kutin dhe para se të largohesha, ai më tha vetëm një fjali: "Jo çdo e vërtetë është e lehtë për t'u pranuar." U ktheva në shtëpi me një ndjesi të rëndë, por edhe me një lloj vendosmërie që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Vendosa kutin në tavolinë, u ula përballë saj dhe për disa minuta vetëm e shikoja. Nuk e dija se çfarë të zbuloja. Gjithsesi e hapa kutin dhe ishtin disa shënime të cilat tregonin që burri im kishte ndryshuar orientimin seksual viteve të fundit të jetës dhe unë nuk dija asgjë. Kjo ishte edhe arsyeja pse ai kishte marrë sëmundjen e keqe. Sigurisht u shokova, nuk e pranova, por kjo gjë më bëri që ta kaloj vdekjen e tij dhe të ndihem e tradhtuar. Më kompensoi të gjithë dhimbjen të cilën unë duhet të ndjeja.